edhe në kompani tjera, po pra po e ceku nuk është katastrofë gjendja kompanive vendore, sa që është katastrofë gjendja e investimeve të huaja drejt për drejta, që për një kohë të gjatë nuk do t'i shohim në Kosovë. Edhe kjo është keq shumë, edhe nuk do duhet të na ndodhte një gjë e tillë asesi. Zotri Piraja, do ndikoj kjo në shtrenjtimin e produkteve? Po, sigurisht, shikoni këtë muaj, ne kemi faturën e energjisë elektrike për 700 euro më të lartë se sa muajit të kaluar. Kjo është bërë një rritje energjisë elektrike pa e hetuar askush, edhe të gjithë e di, edhe familjet e kanë marrë faturët më të lartë se muajin e kaluar, të gjithë e din këta. Kjo do të thonë po bëhet një farë punë në propavi, pa pashkëpunim, pa shpallje në media dhe asgjë tjetër. Pra po tentohet të rritet energjia elektrike edhe për ambisrinë, dhe më thonë edhe në mujt e arshëm, dhe më thonë të rritet edhe pak. Tani sa do të arrije niveli i rritjes dhe sa do t'jetë fatura energjisë kompaninë tonë, ne nuk e dim dhe sigurisht që mujt e parë, derisa t'i marrim faturat e para, nuk do të mundim edhe t'i llogarisim çmimet e produkteve dhe ndoshta me njëherë do të kemi humbjet fillestare. Po pastaj muajt në vijim, patjetër se duhet lëvizim me çmime, jemi detyruar, jo se kemi dëshirë, se dëshira jonë është me shit sa ma lirë, që të kemi treg sa ma të madh, që ta mundim konkurencën tonë. Dëshira jonë është të kemi çmime të lira, mirë po kur është e pa mundur, atëherë në mes ekzistencës edhe rrujtjes reputacionit, normal që ekzistenca e kompanisë është më e rëndësishme se sa reputacioni i çmimeve të arsyeshme. Zotri Piraj, qëndro vetëm edhe pak minuta me ne, Ameti, a do të ndikoj kjo që bizneset në përgjithësi pra të punojnë në humbje? Nëse e krahasom çmimin me të cilin pra ata do të përballen pra me një faturë të energjisë elektrike dhe asaj që prodhojnë edhe asaj që ata duhet të paguajnë punëtorët e tyre. Po ta shiko, kjo është situatë kogja problematike, sepse llogaria një biznesi nuk është i gatshëm që t'i largojë edhe këta punëtorë, sepse jemi të gjithë vetëdijshëm për situatën në cilën do të kalu përgjithësi Kosova, me këto largime të shumta, sidomos të fuqisë punëtore e sidomos të punëtorëve që janë profesional. Domthonë nuk e kanë luksin as bizneset që të bëjnë këto largime, po tash ti bën në një situatë të tillë, i ke dy zgjidhje, o duhet të rritësh çmimet, e në anën tjetër kur të rrit çmimin ti vetëm automatikisht nuk je me konkurrues në treg, sepse e ki domthonë importin e madh që vjen, sidomos importin nga Serbia që vazhdimisht domthonë i lufton prodhimet e Kosovës që bën, domthonë përmes formave të ndryshme që i bën Serbia atje duke themi përkrahur bizneset e atje që bin prodhime këtu, edhe në anën tjetër ti ke të lashën sepse biznesi kur ka tërkohën, sepse këtu tash në liberalizim të tregut ty nuk po të ofrohet një çmim statik të energjisë, po të ofrohet për çdo ditë. Shehni si ke çmimi me Alpexin. Të dielën ishte 64 diçka, sot është bën mbi 85 e fino. Domthonë nesër mund të jetë edhe më shumë. Domthonë nuk e ke ti një çmim fiks ku mund të bësh në llogari financiare të çmim tavan në këtë rast. Nuk e ke. Aktualisht jo me situatën që është, nuk ka çmim tavan. Domthonë biznesi tash nuk ka më mundësi me bën një llogaritje, me thonë që këtë muaj sa parë do të më shkojnë në energji, në muajin tjetër sa do të më shkojnë në muajin tjetër. Domthonë kjo është tash pasiguria e madhe që sjell biznesin para një situate jashtëzakonisht të vështirë edhe të pafavorshme në përgjithësi. Unë me vete i kam marrë disa tekste për mja dëshmu edhe opinionit edhe qeverisë që bizneset edhe shoqatat e kanë kundërshtuar qysh nga viti 2019 këtë proces. Që nga viti 2019? Që e para është 2019, që është konfirmimi i bordit që thotë po e shtyn për shkak të kërkesës së bizneseve. Ja ku është 2019, ja ku është 2020, ja, menen për i qesë shtu, letishe publiku, letishe edhe institucionet, sepse kam parë në për debate që po atakohen shoqatat e bizneset dhe bizneset, duke thënë që në qeverit e kaluara kanë heshtur, e në këtë qeverit ashe kanë ngritur zërin, për t'ju tërguar që këto fare nuk janë të vërteta, ja ku e kene edhe 2021. Madje, në 2021, një debat që është organizu, është vetë zotri Petrit Pepaj, nga zyrë regulatorit të energjisë në 19 mars 2021 është data, ku thot që shtyrja po bëhet për shkak se megjithëse janë 18 kompani të licencume për furnizim me energji, është vetëm Kesko që aktualisht do të ofrojë. Domthonë po përsëritet po e njëjta situatë ndodhen në vitin 2021. Asgjë më shumë. Pra që 4 vite situata është e njëjtë. Kur vjen puna te ofertuesit, nuk ka 3 ose 4, është vetëm një. Po mbetet vetëm një. Andaj ne nuk po flasim këtu për liberalizim, këtu po flasim për trashët të këtij monopoli që ekziston aktualisht.
s'po bëjmë asnjë zgjidhje tjetër. Prandaj është gabim gjithë kjo çështje. Prandaj është gabim trashanik, them, që do të ketë pasoja më vonë, sepse ne këtu po flasim